Unaza e poshtme e qytetit të Burrelit vijon të mbetet jashtë përdorimit për shkak të shembjeve të mëdha që ka pësuar prej fundit të vitit të kaluar. Këto shembje janë vlerësuar nga ekspertët e autoritetit rrugor shqiptar, të cilët kanë hartuar edhe projektin e ndërhyrjes emergjente. Burimi i zyrtarëve thonë se do të ketë një tjetër investim në këtë unazë për ndërtimin e pilotëve në pjesët e shembura që në total shkojnë afërsisht 300 metra linare. Jo zyrtarisht thuhet se vlera e investimit të ri do të jetë rreth 950.000 euro, por ende nuk ka një procedurë të hapur nga autoriteti rrugor shqiptar. Dëmtimi i kësaj unaze ka penguar lëvizjen e mjeteve të tonazhit të rënd në të cilat aktualisht kalojnë nëpërmjet qytetit të Burrelit. Bëhet fjalë për mjetet e tonazhit të rënd që transportojnë mineral kromi në uzinën e ferrokromit në Komsi. Banorët që jetojnë përgjatë unazës së poshtme kanë akses të kufizuar në rrugë, ndërsa shembja e saj ka dëmtuar edhe rrjetin e tubacionit të ujrave të zeza. Vendosja në funksion të plotë të kësaj unaze do të zgjidhte përfundimisht shmangjen e kalimit të mjeteve të tonazhit të rënd në rrugët e qytetit të Burrelit.